GJKO ka vendosur sot pezullimin e afateve të paraburgimit për Flauren Dervishaj dhe Julian Meçaj, të dy të akuzuar në lidhje me atentatin të 1 nëntorit 2019 në mbikalimin e Shkozetit, ku shënjestër ishte prokurori Arjan Doja. Vendimi i cili mbeti i ankueshëm u mor në një instancë të tensionuar që përfundoi me shtyrjen e procesit për datën 5 dhjetor. Gjatë seancës, Flauren Dervishaj pati një përplasje të fortë verbale me trupin gjykues. Ai akuzoi mediat se po dizinformonin deklarimet e dëshmitarëve dhe njoftoi se po hiqte dorë nga mbrojtja e avokatëve Ilia dhe Gerta Goriani. Menjëherë pas kësaj deklarate, Dervishaj u largua nga salla, ndërsa avokatët e tij kërkuan që media të përjashtoheshin nga seanca. Prokurori i çështjes Adnan Xholi deklaroi se e drejta e të pandehurit për të marrë pjesë në seancë respektohet, por kundërshtoi largimin e avokatëve. Nga ana tjetër, avokati Yusuf Sheu kërkoi që pezullimi i afateve të paraburgimit të mos aplikohet në mënyrë të njëjtë për dy të pandehurit. Dervishaj dhe Meçaj po heton për atentatin e ndodhur në 1 nëntor 2019, ku atomjeti ish prokurorit Arjan Doja u qellua me breshëri automatiku pranë mbikalimit të Shkozetit. Nga sulmi mbeti i vrarë shoferi i tij Andi Maloku, ndërsa Doja dhe Aleksander Laho, njohur si Rumi Shiaku, tu plagosën. Me tensione në sa dhe vendime të reja në GJKO, procesi pritet të vijojë në seancën e radhës me 5 dhjetor.